Për sa i përket trajtimit të mykut, ne kemi folur për bojrat tona antimyk, por ka edhe për disa produkte të tjera specifike të cilat e ndikojnë dhe parandalojnë mykun. Algenon biocidi është ky produkti këtu, i cili rekomandohet përpara lyerjes me bojën tonë antimyk të kalohet në formastari. Nëse ka qeliza, alga, mikroqeliza të cilat janë shkaktare të mykut, ky krijon një film mbi sipërfaqen e murit duke i ngordhur ato. Dhe sipërfaqja është e pastër dhe është e gatshme për tu aplikuar boja. Kush nuk ka mundësinë të blerë bojën antimyk? Është një lloj produkti i cili është algenoni i cili hidhet brenda në bojë. Çfarë do lloj boje qoftë? Hidromat, plastike, akrilike. Me aditivet që ka ndikon parandalimin e krijimit të mykut nga kondensimi në ambientet e brendshme. Trajtimi i mykut vazhdon përsëri me sprajtin Algenon Plus. Nëse kemi sipërfaqe të cilat janë të zeza ose të papastërta nga ana e mykut, fillimisht produkti i parë që duhet përdorur është algenoni. Ky sprutsohet dhe më pas fshihet me leckë të thatë duke eliminuar mykun nga çdo sipërfaqe e murit. Më pas kalohet shilt vajzi në formë përfundimtare duke forcuar komplet ambientin e shtëpisë nga produktet e mykut.